Përshëndetje, sot në ditën ndërkombëtare të poezisë do të kemi nderin të kemi autorin e njohur nga Shqipëria, Rita Petro, këtu në panajirin e librit në Gjenevë. Mirë se vjen Rita. Është kënaqësi e madhe që jam këtu, aq më tepër përshëndes gjithë shikuesit e Alp Suisse. Faleminderit shumë për intervistën dhe që besoj do na shkojë mirë së bashku biseda. Kënaqësi. Është hera e parë që vini në Gjenevë pikërisht në panajir? Është hera e parë, e mora me shumë kënaqësi ftesën nga Liza dhe nga Libraria e Diasporës, e cila po bën një punë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme. Vjet kemi qenë në Bruksel dhe atje shkoi shumë bukur panajiri, u takuam me shqiptarët që jetonin atje dhe shpresojmë që dhe këto ditë që jemi këtu të takohemi me lexuesit tanë, si edhe sot, patjetër. Me cilat libra sot vjen ti nga Tirana? Unë kam marrë disa nga librat e mi me poezi, edhe novelën, romanin e fundit që kam botuar Lindur së prapti. Janë libra që gjitha kanë pasur atë suksesin e vet, po sot doja të përmendja me qenë se është dhe dita e poezisë dhe qellori është një ditë shumë e bukur, që unë poezinë e dua, kam shkruar që e vogël, kam shkruar e re. Unë i përkas atij brezi që poezia moderne ishte ndaluar, poezia intime e ndaluar, poezia e shpirtit e ndaluar përpara viteve 90 në Shqipëri, mirë po pas viteve 90 munda që ato poezi që i mbaja të mbyllura me çelës në sirtar, arrita që t'i botoj në 93-shin e më pas disa libra të tjerë me poezi. E cilat janë temat që ju shtjellonin në poezit në vargjet e juaj? Në fakt, gjithmonë më ka pëlqyer që flas për trupin, për shpirtin, për jetën, për vdekjen, për vlerat, për virtytet e mëdha njerëzore dhe për të gjitha ato fenomene negative që shqetësojnë Shqipërinë e sotme. Të njëjtën gjë ose gjithë shqiptarët ku jemi, patjetër. Mendoj që janë më tepër tema universale dhe gjuha ime është një gjuhë shumë stilistike, shumë poetike, një gjuhë që i flasin si thua në ndjesitë e brendshme. Dhe prandaj me të drejtën gjithmonë më kanë quajtur dhe poete e rrezikshme, duke prekur edhe ato tema tabu të cilat më parë njerëz as diskutoheshin që nuk ishin në poezinë shqipe, pasi i jepe shumë rëndësi ose pjesës romantike ose pjesës së ateut, pjesës temës politike, po për gruan tamam, për njeriu, thash për trupin, për shpirtin, për gjithçka të bukur, ne na kanë munguar, kështu që më vjen mirë që sot më mbajnë poetja që thyen tabu. Mund ta zgjidhni një poezi të shkurtër për shikuesit tanë, me që është dita e poezisë? Ju lutem. Patjetër. Atë kam thënë donjëherë, është edhe dita e pranverës, që njihet shkencërisht dita e pranverës, sepse ne kemi dhe 14 marsin dhe ja kam kushtuar partnerit tim kur kemi qenë në kulmin e dashurisë dhe quhet Atë kam thënë donjëherë. Atë kam thënë donjëherë, se dua të vdes në pranverë bashkë me ty. Përkundur në një shtrat lisharës, varur në degën e një risi plak. Kur të mos kemi më fuqi për të vrapuar, kur të mos kemi më fuqi për të vallëzuar, kur të mos kemi më fuqi për aventura, kur të mos mundim më ta bëjmë. Vetëm dielli do na ngroh fytyrat, puthitur nga frymë me njëri tjetrit. Unë e kam provuar një herë tek Kasollja në mal, sapo kishte shkrirë dëbora dhe pemët i kishin zënë ethet e pranverës. Vdekja kishte shije eksituese, tatët, si fryti ende i papjekur, apo më miri, i lëm krahasimet romantike, si seksi yt. E bukur. Faleminderit shumë. Doni të shtoni diçka më shumë për shikuesit e Alp Suisse? Do thoja që ku ka më bukur se sa gjuha shqipe, ku ka më bukur se sa letërsia shqipe, nuk është një krenari e të thjesht për patriotizëm, po do thoja se sot bota është bërë një, por identiteti, gjëja e më e bukur që e përbën njeriu, mendoj që nuk duhet haruar asnjëherë. Ne, sepse unë kam edhe shtëpinë botuese Albaz dhe ne punojmë shumë për botimet në gjuhën shqipe, punojmë shumë për librat që përdorin fëmijët në diasporë, janë paketa të veçanta dhe duam që ata, siç janë qytetarët e Europës, të gjithmonë ta kenë brenda vetes, ta kenë në gjakun e tyre këtë ushqimin me gjuhën shqipe dhe me kulturën shqiptare.
Shumë faleminderit Rita, ishte kënaqësi të jeshe me ne sot. Faleminderit.